nuk doja kurse si. Do më thënë, aty është loja është e ndezur dhe aty gjithmonë ti përfshihesh që në moment e parë. Për shembull, natyra ime nuk e ka problem përfshihet. Por e pash të Amberi një gjë të tillë, që pas 2 muajsh që ti ishe në Big Brother dhe ishe në majën e Big Brotherit, ta rikthehesh ishte shumë e vështirë. Do të Amberi kishte të vështirë, unë ta kap veten, por nuk dua më të jem pjesë e një gjë që tashmë është shtruar fort në 4-5 personazhet, të cilët kanë rrugën e tyre dhe ti nuk i shplyros dot, nuk i afrohesh dot, ti biesh ose ti godasesh. Sigurisht prezenca ime në shtëpi do të reagonte fort si mbi gestin, që kanë marrëdhënie shumë të bukur ekstreme me njëri tjetrin, po dashuri urrejtë shumë pak, se më pas urrejtë. Po të kishin pas urrejtë nuk do kishin pasur kur misi. Unë të pak do kështu e perceptoj urrejtjen. Urrejtja është për një gjë që edhe urrej rrallë, po hyja ime do ndikonte të Lerti shumë, të Rozana, të Jozi, të Aldo, të Gerta. Pra unë të gjej vendin tim, unë po të kthehem, unë gjej pa një pa dy e gjej vendin tim dhe e kam vendin tim në shtëpinë. Te ta gjej apo ashtu, pra më duhet shumë pak vetëm sa të futem me të përshtatem me minuta. Dhe i mbledh miqtë e mi dhe takohem po prapë aty ku e kam lënë me miqtë. Cilët janë ata miqt? Po miqt për shembull ishte Gjesti një nga ata miqt, që ngacmoheshim, ziheshim, gati të marrë zi sa i hodha rrobat në ujë. Më thashtë të më keqar dollën e veshit se më bie me të gjere, pra kemi bërë të dy. A i me valigjën time në vitet të veshit, po një gjërat. Dhe në fund fare pyste ke cigare. Ke cigare, mos të shohin se ka mund cigare. Pra, sa ajo ishte vetë me gjë që na duhesh në atë vend, dhe pra të gjë ishte bësh nabi. Edhe ne të dy si fumator të frikshëm që jemi, si unë dhe ai, e kuptoni me ndatim dashurinë ke cigare ti? Me kështu po palla parë njëri, dhe ishte një gjë që ti nuk e ndaje dot me të gjithë. Nuk e ndaje dot për shembull me të tjerët, se ai e kuptonte dhe e ndjente. Më ziheshim këtu, pasi qysori u shkoi e futi cigaret e xhepi dhe ikja. Sikur s'kishte ndodhur asgjë. Dhe vazhdonte po aty ku ishte. Dhe mjaftonte vetëm ta shikoja, ta shikonin njëri tjetrin me buzëqeshje. Vetëm sa ta shikonin njëri tjetrin dhe vazhdonte. Pra, janë ca gjëra që ti mund flasësh 1000 fjalë dhe nuk janë të arrira sa një shikim, sa një emocion, sa një përfshirje. Dhe unë këtë kam bërë gjithë ditën e parë kur e kam parë Gjestin. Që ditën e parë kur e kam parë? Erdhi nga 400 km, erdhi nga një zhurmë. Unë se kam ndjekur me Brotherin e Kosovës, në thënë drejtën. Por e pash që ishte i raskapitur dhe ju kthyen dhe filloi të kapesh me xhibanin, filloi të energjia e shtëpisë ta vinte poshtë, ti ktheheshin gjithaj nuk do të, por në fundi thash po prit mos sa ka ardhur, është i vogël. Ushtri për të fjetur, kam shkuar kam heq kputucët, e mbulova, se gjithsesi çardoloj gjë që të bësh ti, nuk do të humbur humanizmi jot i blonjëm. Ana jote njerëzore është ajo për të cilën lehtësisht bien pre, ata që se kanë. Jo unë, për shkak asaj nuk e ka, edhe ai e ka. Edhe emocionale të fortë vetëm, njerëzoren. Pra ishte me atë zihesh bërë copë dhe pastaj fillon qanë për ty. E kam parë të personazhe që kanë pasur kur kanë ardhur miq ose njerëz të afërt të familjes që është prekur për njerë.